rikthem kështu në studio, edhe qysh e përmenda dhe më herët në hyrje të emisionit, në pjesën e parë, do e kemi të ftuar Alban Zogaj, po i drejtohem politikan, sepse aktualisht kështu në përgjithësi kemi pa në sektoret ndryshme të politikës, mirë po sot kemi me të pa në një tjetër dimenzion. Mirë se erdhe, knasi që jemi bashkë. Faleminderit, knasi. Në mirë shumë të regos qysh janë zakonisht djelet tuaja, a ke kohë për me i kushtu vetës, familjes, me pushu, me u relaksu gjatë vikendit, apo edhe vikendit duhet me mendu për punë? Të djelet kryesisht me familje, mi thonë të drejten, edhe pse kove të funit kam qenë ka gjaj në zonën, edhe koha që unë ndaj për familje ka qenë ma e kufizume, por mundohem gjithmonë familjes me ja kushtu vëmendjen edhe kohën e tyne. E djelja është për familje, ne lëvizim, dalim shpesh jashtë Prishtinës, me vizitu ndo një qytet Kosovës, me vizitu ndo një qytet të Shqipnis, të rajonit. Kur jemi në Prishtinë, dalim kryesisht merremi me sport, në varet kjo normalisht edhe prej motit, po unë i kam 2 fëmijë të vegjël, cilët kanë interesimet mëdha në sport, luajnë tenis gjatë verës, mandej edhe me mu, djaloshi i vogël edhe futboll, kështu që të dielën e kaloj kryesisht me familje, por gjithashtu duhet me theksu që i kam edhe prindrit gjallë dhe mundohem edhe me ta me kalu kohë në vikend, me i vizitu, me i pa, ose me shetit bashkë, kështu që kjo është e djelja ime. Pastaj edhe futbolli, kam qenë pasionant i madh i futbollit në kuptimin edhe me shiku, po edhe me marr pjesë në futboll, kështu që jam tifoz i Manchester United, kur lun United djeleve, ajo kohë mandej është e rezervume, kthehemi mrapa edhe e shikojmë ndeshjen. Po ti ka me u bo shpesh nervoz? Kohët fundit po m'bjen me u bo ma nervoz, për ndryshe unë kur kom fillu me shiku Manchester United, a i ka qenë në nivellet ma të nalta, ekip në nivellet ma të nalta, kështu që jom gëzu për një kohë gjatë, so ka qenë Alex Ferguson, trajneri kryesor, mandej prej kur e la ai United ka fillu me ra, po unë gjithmonë me pasion të njëjt e shikoj ndeshjen. Po, sigurisht kemi me folë për krejt këto pjesë për familjen edhe për gjithë shka tjetër, por fillimisht kisha pas shef me të këthy pak në ko, edhe me folë për Albanin në këtë rast kur ka qenë i ri, kur ka qenë i vogël. Çfarë tipi ka qenë? është mendu ndonjëherë që si karakter ki me u bo politikan në të ardhmen, apo ke qenë tip më ndryshe kështu? Po si fëmijë unë kom qenë edhe qysh e shpjegojnë edhe prindemi edhe të tjerët për rreth meje, si fëmijë kom qenë energjik gjithmonë. Energjik, i gjallë, i shpejt, i orientum ka sportet, pra një fëmijë lëvizshëm me një fjalë edhe shumë kurreshtar. Shumë kurreshtar. Kurresht jam ka përsjell, mandej mu gjithmonë alojem, akoma jam kurreshtar, domethënë, sot e kësaj dite gjithmonë kam qef me mësu,